Përshëndetje miq të dashur. Pas ka përfunduar takimi Abigjiku me Albinin, por po më doket pa sukses. Kështu që miq, shkojmë ta ndëgjojmë e të diskutojmë së bashku, ju lutem. Lëvizjen vetëvendosje dhe me partnerët e tjerë që i kemi ne në mazhoroncën prej 66 deputetëve, ta ketë zëvendës kryeministrin, Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe 3 ministrit e tjera. Unë kam preferuar që zëvendësi imi të bëhet pikërisht zotëri Abigjiku dhe në këtë mënyrë të fillojmë një kapitull të ri të bashkëpunimit e bashkëveprimit midis lëvizjes vetëvendosje dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës. Ju e dini që me sa po kuptojmë që ne Albin Kurti ja paskon zëvendësë ministrin e jashtëm plus 3 ministri LDK-s, edhe pas ka refuzu. Kjo do të thotë çmendurime së dashur. Kjo do të thotë me bashku Lisës Sërbe. Po me gjithatë shkojmë të dëgjojmë tutje. Edhe para një viti, unë pata shkruar një letër kryetarit Abigjiku, më mirë ta bëjmë tash se sa më vonë koalicionin, nuk u bë as atëherë, as tash, dhe kjo është për të ardhur keq, sepse në këtë... Me të vërtet mish kjo është për të ardhur keq. Shumë mirë për kryeministri. Unë nuk besoj që Ibrahim Rugova ka punu për këtë LDK. Apo votues të LDK-s e kanë prit këtë rezultat nga Limir Abigjiku. Sepse një njeri si Limir Abigjiku me pru LDK-n ku e ka pru, edhe prap mos me mbledh men, mos e bashkëpunu me kryeministrin, të jallon gjithë këto ministri, zëvendës kryeministrin plus, unë nuk po kuptoj me të vërtet. Ky e ka një hall të madh, miq të dashur. Ky e ka një hall të madh. E halli i madh, po dihet, që me zu Albin Kurtin e me ru pasurinë e vete. Po s'ki ku shkon. S'ki ku shkon Ola Ngaraç. Sepse nuk qohet dëm shteti Kosovës për kokëfurtësinë tonë, për pasurinë tonë. O hajnë, o du me bashkëpunu, bota është ka merë nësejat një juve, një grësht popull, me frenu kështu, Zotit ta marrë ftyrën. Unë nuk e di që kanë votu, kush kanë votu, pse kanë votu. Kjo është poshtërsi, me modë që i ke voti. Që dashë ti me 15 deputet? Dashë të kryeministrin, presidenten? Too far and flished. Shkojnë e miq? Mënyrë, Kosova po shkon drejt zgjedhjeve të reja tërësisht të panevojshme, që i humbin kohë shtetit të Kosovës, panevojshme. Njëkohësisht edhe buxhetit të Kosovës mjete. Absolut. Po, 10 milion euro. Kushtojnë zgjedhjet e reja, të cilat do të sjellin rezultate parafërsisht të përsëritura dhe të cilat nuk do të sjellin zgjidhje për shkak se sërish nuk do ta kemi. Po pikërisht kjo është problemi, miq të dashur, që nuk edhe me shkon zgjidhje. Prap rezultati ka më koni njëjtë. Është absurd i marr Albin Kurti 70-80%. Vetëm nëse populli vetësohet. E mi thonë një herë për gjithmonë. Këti ngërshi politik, sa flisire, mi thonë stop. Edhe marë, aty bëha mi regullu senet. Po është problem. E këta e din që është problem, e të qka bujnë tash veç në zgjedhje. Se këta e në shku, 20 ditë mësu këta, çdo 6 muaj me shku në zgjedhje. Po e kanë kot të sarë që shkojnë, njëtën e kanë. Veç ta kanë më ullë, Albin Kurti ka më ngritë. Ojnë dy të sira. Në peshen e vetën ku përshkoni. Bota është ka merë nëse atë juve, hisë po vjen tërpa. Po është zote, nuk po vjen tërpë kur vinë Gjermant, Amerikanë, Angles, Evropa, kur vinë një grësht njerëz. Në do të qapo një bre? Së unë i marrë vesh? Jo da së unë villë shumë. Së më i mira vesh se më marrë pasurinë.
Këtu e problemi. E tani ju po dëni me qeverisë. Tani ju po dëni me ngritë të kënë. Është e pa imagjinueshme miq. Në dorë të kujna Ahmetit të këja, turpi i botës, në dorë të Legeni, këti matrapazi, këti hajni, me Ahmetit të këja, me bua e gare me Ledekën, me bua e gare me popullin e Kosovës, me bua e gare me 51% popullit. Jashtë fa Legeni është kë. Shkujna miq? Numrin prej 80 deputetëve për të siguruar quorumin në sallë. Unë edhe mëtej besoj që zgjedhjet nuk janë të nevojshme dhe se është dashur të përpiqemi më shumë dhe Tash kanë me dalë, për dhe këja ka bënë, këj për blokon. Këj s'po do zgjedhje. Këj për jap ministri, dhe 15 deputet i ka dhonë 4 ministri. E shumë tjera. Që zavend s'kry ministrë, si me konë kry ministrë. Shkojna miq. Sidomos nuk është dashur të refuzohet oferta jonë për bashkëqeverisje. Të ngojnë ta këtë që nefin qa po thot kë. Turp të koftë. Ta marrov zoti ftyrën qa ke boti sot. Vetëm për interesa personale. Po shkojna miq sa të gjojmë. Dy propozime deri më tani. I pari ka qenë rreth pjesëmarrjes në qeveri, ku LDK-s jepet pozita e zëvendës kryeministrit dhe 4 ministri. Dhe propozimi i dytë ka qenë rreth kryeparlamentarit për në të dy. Domthon jo 3, për 4 ministri, plus zavendës kryeministri. Qa mi thonë tina, miq të dashur? Hajtë, tregon me qa mi thonë, miq të dashur? Rastet ka pasur sistem për të mbajtur pozitën e presidentit tek lëvizjave të vendosje. Kjo ka qenë pikërisht arsyeja pse kemi pasur bllokadë barak të gjykimit gjykatës kushtetuese. Dhe ky propozim natyrisht se siç kemi thënë vazhdimësisht i papranueshëm për LDK-n. Meqense insistimi i Oj lop, oj shtaz, o Ivan. Po për çfarë ti papranueshëm? Mos e dashë presidentin ti me 15 deputet. Që s'po të vjetë tërë pedal para publika aty me folë. Që ti kur po folën në përqedhna, për bes ti kur po folën në përqedhna, ti me kërku presidentin me 15 vota, e ky 57 vota, ku përjet ajo e karakteri jëtë? Hajtë ku? Kja përshesh që të ka dho njëre, që të ka ofru njëre. Po s'ki fajti, ju jeni mësu me bu pazare. Ju jeni mësu me bu pazare. Po s'ka pazare me Albin Kurtin. Nuk ka terminale o klashar. Nuk ka terminale me Albin Kurtin. As nuk ka biznes, as nuk ka toka, as nuk ka banesa. O hajnë, o kriminal. Se veç një kriminal një hajnë i bën këto që me bën ti. Me bloku shtetën rregullisht edhe para një vjetë edhe tash të të lutë. Po kjo është si sa ma keq me të lutë, me lutë njërë është ma keq. Sa ma shumë me lutë, është ma keq. Mi që da që kjo ishte vite për sot mire po shë vite radhës.